Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala, thumma ma ba'd. Dashur vëllezër, selam aleikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Po vazhdojmë edhe sot me rrëfimin e Ka'b ibn Malikut radhiyallahu ta'ala anhu. Realisht jemi në pjesën e fundit të këtij rrëfimi, të cilën ky sahabi i nderuar të dashur vëllezër ja rrafej, ja tregoj, ja përcolli djalit të tij pik për pikë këtë ngjarje, duke mos fshehur asgjë nga ajo që kishte ndodhur dhe duke treguar se fajtori ose shkaku i kësaj ngjarje, e cila zgjati 50 net, ishte pikërisht mëkati i tyre. Ndaj sahabët ishin të sinqert dhe sinqeriteti, që ka thënë profeti alayhi salatu wasalam, në çdo herë ka përfundimin e mirë. Aleikum bis-sidq, thot profeti sallam, bëhuni të sinqert, sepse sinqeriteti çon në mirësi, në punë të mira dhe mirësia çon në xhenet. Nuk ka dyshim. Sinqeriteti mundet me I kushtu përkohësisht atij që është I sinqert. Ndoshta njerëz nuk kanë qef, ndoshta s'mundet me I kry disa punë që ka dëshirë, ndoshta s'mundet me u pasuru shumë shpejt. Nëse je I sinqert, ka të lashe. Mirë po, përfundimi është I mirë. Thot Ka'b radhiyallahu ta'ala anhu, subhanallah, në xhenemi tash është krej në fund të rrëfimit. Thot kur kishin kaluar 50 net. 50 net të kësaj sprove të madhe. E fala namazin e sabahut në terasën, balkonin e shtëpisë. Dhe po qëndroja ulur. Pas namazit, në veçanti në namaz të sabahut, është mirë që besimtari përveç dhikrit që e bën namazit me qëndru, me këndu dhe dhikrin ose lutjet e mëngjesit. Po qëndroja thot ulur pas namazit. Gjendja ime ishte ashtu që ka përshu Allahu subhanahu wa ta'ala në Kur'an. Me ishte ngushtuar vetja, me ishte ngushtuar toka dhe gjithë shka që më rrethonte. To këna përjetu, këna po edhe më heret. Në ato momente nga kodra Sala, kodra Jabal Sala, është një kodër afër xhamisë së Profetit alayhis salatu wassalam. Është kodra më e lartë afër xhamisë pejgamberit alayhis salatu wassalam. Duke qëndru, thot nga kjo kodër, më erdhi, dëgjova një zët të fort që thëriste. Ja Ka'b ibn Malik, abshir, o Ka'b, myshde, ta dhe rash sejdë me njerë. O Ka'b, myshde, po mjatë harzoni prej kodrës, dhe rash sejdë me njerë. E kuptova se kishte ardhur shpëtimi, kishte ardhur lajmi që kishin prit moti. I dërguari I Allahut alayhis salatu wassalam kishte shpallur pendimin tonë që ishte pranuar tek Allahu. Për ne të tre pas namazit të sabahut. Drejt nesh ishin nisur shumë njerëz që na njoftonin sa më parë me lajmin e gëzueshëm. Drejt me ishin nisur njerëz edhe me kuaj. Mirë po zëri, thot, zëri I ati që arriti me parë, ishte ati që arriti me parë, ati që kishte hypë në kodër. Për këtë arsye,
Kur arriti personi që më thirrë me zë të fortë, hoqa një rrobë që e kisha sipër dhe i dhash dhurat për lajmin e gëzueshëm. Kretë këto fjalë kanë mësime dhe mesazhe që do t'i përcjell në fund. Por njerë për lexoj tekstin tekstualisht sepse është vërtet interesant. Nuk kisha rrobë tjetër përveç asaj. Kërkova pastaj rroba ho i vesha dhe u nisa për të dërguar Allahu subhanahu sallallahu alaihi wasallam. Gjatë rrugës me takonin njerëz turma, duke me uruar. Kur hyra në xhami i dërguari Allahut ishte ulur dhe rreth tij shumë njerëz. Drejt meje u qua me nxitim Talha ibn Ubejdillah, i cili me takoi e me uroi. Përveç tij thot askush nga muhaxherët nuk u qua. Këtë nuk e harrej kur Talhas radhiyallahu ta'ala. Është rëzër qëtë pjesë, kemë disa porosia zakonisht të mëdha të rëndësishme. Mësime, derse, mesazhe. E parë është rëzër gëzimi i krejtë shoqërisë me pendimin e Kabet radhiyallahu ta'ala anhu. Të gjithë garanin, shpejtonin cili po jep myshde me parë. Kështu është shoqëria e sahabët ashtu besimtar. Të gjithë ishin të preokupuar, të gjithë e ndjen sprovën që i kishte goditur të atëre, dhe të gjithë shoqëria, burra dhe gra, e presnin me mall këtë ditë dhe këtë moment kur Allahu subhanahu wa ta'ala do t'u shpall atyre pendimin. Kurse sot të dashur vëllezër, fatkeqësisht shumë njerëz nuk është e rëndësishme flas për besimtarëve. Kur dikush pendohet, kur dikush përmirësohet, kur dikush janë në xhami sefte, kur dikush i kryen haxhin, kur dikush e lën në mëkat të madh. Sahabët janë gëzu pa mas për një mëkat të tyre, por që Allahu a ka fol, ata janë gëzu dhe myrë dhe i kanë marrë. Dhe dashëllëzër është një mësim i madh që duhet me ndije dhe me ndo bashkarisht edhe hedhirimin, por edhe gëzimin. Edhe kur ka mërzi, por edhe kur ka gëzim. Madje urimi të shëllëzër, ka jashtëzakonisht të lënë në gjurmë në persone që i ka ndodhur diçka. Ndë shprej sunetit, që besimtari kur ndëgjon një lajm të mirë që i ka ndodhur në vllaut të tij, ja uru, ja po për hajër, me vizitu, e kështu me radhë. Sepse kjo ndikon dashur ndikon të ka jashtëzakonishëm. Feja të dashur vëllezër ka nxit që njerëz me i gëzu. Madje kur është pyet profeti alayhi salatu wasalam për veprën më të mirë, në një moment ka thonë për veprën më të mirë dhe më të dashur të Allahut xhel është edhe me fut gëzim në zemrën e një besimtari. Me fut gëzim në zemrën e një besimtari. Me bëmë një mirë, me gëzu. Dikon e gëzën me vizit, dikon e gëzën me ndihma, dikon e gëzën me fjalë të mira, dikon e gëzën me respekt. Nështë nuk ka nevojë, i ka të në të mira. Por kur të respektojsh, kur të jalëshesh venin, kur të ndërësh, e gëzën. Dhe kjo është vepër e mirë të dashur vëllezër besimtar. Madje profeti ka thonë prej veprave më të mira, me fut gëzim në zemrat e muslimanëve. Me lojme të mira, me habere të mira, e me vepra të mira. Në veçanti, personat, familjet, cilët vërtet ndoshta kanë nevojë me i gëzu, siç janë jetimët, siç janë fukarat, siç janë nënat të veja, që të kujdesen për fëmijë të vegjël e kështu me radhë. Por ata që kanë mërzi, por ata që kanë njerëz në sëmundje, ata që kanë njerëz ndoshta beloja të ndryshme.
Jeta është plot sprova, me rëndësi, nëse din që ti mundesh me gëzu dikon, mos u vano. Mos u vano. Sahabët kanë garu. Dikush po vjen me kali. Këti tjetëri që ka prit me shku. O hyb në kodër edhe ka bërtit sa ka mujt. Ma sa bëhet. O, Ka'b. Hajtë mërë dhe të qohëm diku të hojmë ka fjallë dhe shkojmë diku ja bojmë për hajtë, për shembull. Ose tjetër një ovë, vikend kësmet, mas një ovë dite. Qështu në e lajnë? Ka kohë. Ka kohë. Kënjë një lajnë mirë, dikuna e ka orë një mysh dhe një lajnë, që e një mesazh, minimum ose thërë në telefon. Për hajtë koftë Allah, për hajtë koftë mik, për hajtë koftë dësë në kështë më radhë. Është pjesë e rëndësishme kjo dashurëzër dhe po aso është shpërblim jashtëzakonisht i madh. Brengat e sahabëve ishin të përbashkëta dashurëzër. Brengat e tyre ishin të përbashkëta. Ata një breng personale kishin shndruar në breng shoqëror. Një të lashët atyre treve ata e bartin të gjithë. Sepse ata kishin një qëllim. Ata kishin një mision. Kurse në kohën materialet të dashurëzër, brengat janë ose janë interesa personale. Secili e këshyr veç interesin e tij. Ka interes, lëviz. S'ka interes, nuk lëviz. Që është i lopsin. Ja vlen as ja vlen. Ja vlen aspektin material. Po flasim, sepse për besimtarin çdo herë ja vlen. Kurse sahabët kishin tjetër dashurëzër, kishin brengat e përbashkëta, andaj edhe bënin kësi gora në vepra kanë njerë shumë të thjeshtë ndoshta për ne, mirë për ata ishin të rëndësishme. Shfrytëzimi me gjitha mundësive dashurëzër për me e përçu mesazhin. Subhanallah. Zonin e mirë, mesazhin e mirë, fjalën e mirë. Shpërndaje. Ky nderuar ka hyrë në kodër. Ky po do që sa më shpejt me shku myshdja, lojmi mirë që ajo është duke e prit më shliru sa më shpejt. Ka hyrë në kodër. Çfarë mundësi ka pas? Kështu ka vepruar kush? Kështu ka vepruar profeti alayhis salam në Mekë. I kujtohet kur ka dashur kur I ka thirrë mushrikët e Mekës, kurëshitët, ka dalë në Safa. Kodra më e lartë që ka qenë afër Çapës. Dhe I ka thirrë në mënyrë që sa më shumë e pa dhe me ndëgju. Andaj nëse ka mundësi besimtari me shfrytëzu, ose do të më mundu me shfrytëzu ato mundësi që zari ti shkan sa më larg. Kush ka mundësi, flas tash edhe pe hoxhëllare, po edhe pe besimtarëve që dinë, që e kanë zanat, me dal media, me dal ku përqohet zoni, ku ndëgjohet zoni, ku shkon mesazhi më larg, e kanë për detyrë. Ku ne shkon ky zanat. Kështu kanë vepruar sahabët të dashur të zë. Subhanallahu dashur të zë, dhe kjo është një mësim jashtëzakonisht I madh, përkundër që Ka'bi ishte duke kaluar në vështirësi të mëdha, gjendje të vështirë, shpirtërore, psiqike, ishte I leqitur, I braktisur nga krejt shoqëria e brengër më të madhe kishte sepse kishte braktisë edhe profeti alayhis salam. Përkundër krejt kësaj, kur I erdhi ky lajm I madh, lajmi ishte shumë I madh. Allahu ta ka planuar pendimin. Jo që po të folin njerëz, kjo ka qenë mirë, veç mja hjek atë mosat që kanë qenë, veç ato mja pa hjek ka qenë gëzim jashtëzakonisht I madh. Kurse me ta lajmi prej qiellit që Allahu ta ka pranuar pendimin, është begati e madhe. Është begati e madhe. Megjithatë, menaxhimi dhe maturia e kalbit ishte shumë e madhe. Shumë e nivel. Sepse njerëzit është vëzër fatkeqësisht. Shumicën e rasteve nuk dinë me menaxhu si duhet ose nuk e menaxhojnë si duhet, nuk thonë si dinë, por nuk e menaxhojnë, kanë herë me vetdije dhe pa vetdije, por shumë herë me vetdije,
nuk i menaxhojnë si duhet dhe nuk i shprehin si duhet dhe nuk i manifestojnë si duhet gëzimet kur i kanë. Dikush e shndron gëzimin në haram, ose e feston gëzimin me haram. Tjetri është gëzu vetë, po i merr në qafë këtë këshit për rreth. Është martu vetë një javë ditë muzika se 2 javë këtë katunin e bën të lash. Ose të tjerët që që kemi ne shqiptarët, feston me çka? Nxjerr kallashe, edhe ato për bajram. Bajrami i madh, po kërces me kallash. Nuk e di ka është kjo. Menaxhimi është vëzër edhe sot, edhe më rrezikshme çka është, gëzimi i fëmijëve kur po përfundojnë një cikël shkollor dhe tash duhet me festu me mbrëmje të shëmtuara. Duhet me festu me mbrëmje të shëmtuara, mbrëmje të maturës së bëjshëm. Në është gëzu. Është gëzu, amo këtë gëzim të në posë këtë jasë qysh duhet me manifestu dhe qysh duhet me qimë praktikë. Edhe këtu kemi të shozë defekte sot tani. Në manifestimin e lajmeve të mira të gëzimeve kur i kemi. Njëherë e kry, njëherë, po kënë po bëhet, po ka pasoja pastaj. Në ta shëllëzër, Kabe radiallahu ta'ala anhu, e menaxhoi këtë gëzim të madh dhe nuk ka gëzim më të madh se sot dita kur Allahu i ia fal, i ia pranon pendimin në robët e tij. Nuk ka gëzim më të madh. Po ashtu tash edhe një mësim i madh është se lehtësimi vjen kur vështërsia të lashja shtrëngohet ose ngushtohet shumë. Kur të lashja ngushtohet, rritet, zëllumi rritet, dhe se ka me shpërthyt dhe ka me ardhe, inshallah ta'ala, ka me ardhe dhe lehtësimi. Andaj Kabit, në natën e 40, çka i tha profeti sallallahu alaihi wasallam? Ja shtrëngoi mosën edhe me tepër. Ju tha as me gra mos me fol. Ose as me gra mos me fjet. 40 ditë e para ishte mosa pak më e lehtë. Pra, kjo ishte kënë thonë një farë myshde se është drejt fundit kjo gjendje. Allahu azza wa jall, inna ma'al usri fa inna ma'al usri yusran, inna ma'al usri yusra. Vërtet pas së vështërsisë vjen lehtësimi. Pas vështërsisë vjen lehtësimi. Kjo është myshde, kjo është garancë kuranore. Andaj secili besimtar dhe secili njeri që ka lënë nëpër disa vështërsi, me lejen e Allahut ka zgjidhje. Ka marrë dita kur besimtari e shijon lehtësimin, por duhet me bëj sabër. Duhet me dhon testin që çfarë ka. Për asnjë moment ose lëzër kjo sprovë, edhe pse vinte shtoi rritej Kabi, nuk doli jashta mësimeve hyjnore. Madje kërkonte edhe më tepër me vepru. Kur herë lajmi që i tha profeti alayhis salam po thotë që me i braktis ose mos me fjet me gra, tha ja thuj profetit a me e bë talak, a me shkurorzu krejt, a veç me largu përkohësisht. Në të shlozër, besimtarët do me bë sabër se me lejen Allah subhanahu, Allahu ka garantu. Madje ka përsëri 2 herë. Vërtet pas vështërsisë vjen lehtësimi. Vërtet pas vështërsisë vjen lehtësimi. Kjo sprovë, po flas prova për din. Bën sabër që dënut Allahu azza wa jall, sepse ka me ardhe, ka me lehtësinë Allah subhanahu wa ta'ala. Mëkatet dashur vëllezër janë zinë, mëkatet, gjënohet, janë zinë, janë ngushtojnë, janë prishin jetën njerit. Dhe si pasojë pastaj, nuk ja din lezetin, as modit, as evladëve, as shtëpisë.
dhe s'njihet rahat. Tonë i ka. Mall ka, evlad ka, shtëpi ka, pasuri ka, zemrën rahat nuk e ka. Andaj Kabi çka po thotë? Me ishte ngushtu gjuksi, toka dhe gjithë shka për rreth. Si pasojë kujna? Si pasojë me kate që e këshim po. Si pasojë gjunahave që e këshim po. Andaj nuk është për të çudit. Kur njerëz nuk po gjenë rahati, të në të mirat i ka, në sytun. Mira materiale po flas. Të mira materiale sa të dush, megjithatë, disa përfundojnë me vetvrasje, disa vrojnë dikon, disa e kështu me radhë. Allahu alem, por s'ka dëshim ashtu se mëkatet janë si pasojë ose janë si shkak që njerëz të mos ndjejnë rahati dhe qetësi. Wa man a'rada an dhikri fa inna lahu ma'ishatan danka. Ai cili ja kthen shpinën thot Allahu Azza wa Jalla në Kur'an, udhëzimit tim, mësimeve të mia, fesë time, ai do të jeton një jetë e vështirë. Një jetë e vështirë. Allahu na fal ya Rabbul Alamin. Subhanallahu, për kundër që Kabe, lojmi për Kabin ishte i madh, gëzimi për Kabin ishte shumë i madh. Dhe në këto momente gëzimit të madh, një kogja vështirë e ko me kujtu kënë. Me kujtu Allah, që ka bo një Kabe? Ta rosh në sejshte. Për kundër kësoj gjendje të madh këti gëzimi, nuk e harrej që ai cili meriton me falënderu mas pari është kush? Është Allah. Në dhe shozër është prej sunetit që besimtarit kur t'i vjen do një lajmi mirë me rëndësishte. është prej sunetit kur t'i vjen do një lajmi mirë me rëndësishte. Qashtu ku t'jesh? Një vend pastër normal. Nuk është kosh me pas abdes. O filan, Allahu Akbar, me një rëndësishte. Qështë ka vepru Kabe? Ajo krejt, mulle, thirra to, anijeve bre. Harran ato që për ti të ka nërë mirësi. Si bjen me falëndërë. Këtë e kënda shumë që sahabët ishin të lidhur me Allahun subhanahu wa ta'ala. Dhe ata në zemrën të tyre nuk ishin askën tjetër përveç Allahut subhanahu wa ta'ala. Andaj sa po ndëgjej, madje hiç pa ardh lojmi komplet. O Kab, myshde, roshta në sejdë. Allahu azza wa jalla meriton dashur falënderim çdo herë. I të dënë mesazh të ndëruar vëllezër, jashtëzakonisht dhe mësim i madh, shumë i madh. Është mënyra se qysh kanë reagu shoqëria medinase me sahabëve. Sot kanë reagu me fjalë dhe me vepra. Jenë qenë thot këtë, vishin njerëz grupe me mauru, dikush me koli, dikush kom, dikush i shim kodër. Edhe kjo kur? Pas sabat. Shëllëzër sot fatkeqësisht shumica njerëzve maksimumi që ka bojnë, shumica po flasë. Maksimumi është në zemër, thotë, mashallah. O, filoni që shtoj pas ka ndodhë, mirë, mashallah. O, filoni koni të lashet modhe, Allah ja lecoftë. Edhe vazhdan jetën i qitë. E ka ndështë të gjemate, e ka ndështë të shak, e ka ndështë të mek, e ka ndështë të jaram. E kish një breng të modhe. Allah ja lecoftë, avahine. Edhe vazhdan jetën i qitë, si kurse mësë me do, kur gjakë kujna. Sahabët nuk ka qenë kështu. Nuk është ratu krejt shoqëria e Medinës deri sa zbriti pendimi. Po dhe kur i ka zbrit krejt shoqëria janë
Thot sa ditë ka qenë sikur se me qenë Bajram. Sikur se me qenë Bajram. Urime të i thonë njëri tjetërit se Allahu Azza wa Jalla u pranoi pendimin këtyre tre sahabive të nderuar. Në këtë hadith tash vëllezër po ashtu kuptojmë një mësim që zakonisht ai ka qenë tradit tek ne, që ato që ta jap lajmin myzhden, kur ta vjen myzhden për në lajm të mirë, mi dhon diçka. Çka tha Kabe? Kur erdha ai personi i zonit cilit kishte mri i pori, çka bona? E heka. Ne jopën e këmisha kom pos veshën, të tërsan s'kom pos. Që ato heka e desha dhe ja dhash. Që tu? Kjo ka qenë të një të shëllëzër. Kjo ka qenë të këni traditë e mirë, po ka qenë e mone për fesë. Ka dhonë myrë dhe subhanallah, pleshët dhe plaka, gjyshet tona. Wallahi s'ta ka harru ato që ja ka dhonë një myrë dhe kërë. Pa i dhonë diçka. Një por qërop. Sikur sahabit. Jo, më resat, sashtë. Pra është prej synet dhe shëllëzër, është vepër e mirë, që personi kur ta janë në lajm të mirë, t'jap myzhde, pas mundësi me shpërblyme diçka, me dhënë dhuratë. Thot Kabi, e heka thot atë rrobën që e kisha dhe ja vesha. Subhanallah. Po është një tjetër reflektim interesant. Thot Kabi pastaj thot kur doshta me shku te profeti. E këmisha një dhash, s'kisha tjetër. Ja mora dikoj në hoha. Shumë tjerë s'kanë qenë sahabët. Nuk kanë pasën kërkesa. Me shku me taku profetin Allahut Azza wa Jall. Pas kësaj kohë të vështirë që e kaloi. Nuk ka shku gjithçysh. Po edhe ka shku me një tesh që ka marrë shokët e vetë, ama çat këmi shkoj. Thjesht. Sot më marrë këmishën vllaut vetë, thotë, jo më ashtu se kam pa ti veshën me këta. Ta kam pa ti veshën, subhanallah, jena shumë shoqni ngarkuar. Shumë do të jema se ose me njëjtën vesh të këmishën e vet, rrobat e veta që i ka vesh një herë, prap edhe një gëzim tjetër thotë, jo se më kon thotë një kanaxhes me shtu. Duhet me ndrutash. Besimtari është i thjeshtë. Jeton i thjeshtë. S'ka markesa, s'ka paragjykime, nuk e preokupojnë thotë çka thonë të tjerët. Neve na myti që këtë qysh po të shohin tjerët. Qa po thojnë? Le me vëllë çka po thojnë. Maspore ka hik, qa po ka pasë to e ka dhonë. Ka dash me shkun me njerë të profeti ja ka moshë, këtën, ama qatë setër se po më vynë veç pak. Shëqëri e jashtë zakonshme të dashë vëzër. Po është më të thorit edhe, ose mësim të tërë, që ai personi që ja ka pru myzën, edhe pse myzë ishte shumë e madhe, nuk i thave që ishte me një këmish të bajt, se dikush ta bën një punë, ta kryejë një punë, mirë po ta qetë haraqin këtë të madhë. Ja gjani nuset kështu tash një 10 vjet që ka punuar me nxjerr për mësitni, për shkak. Alhamdulillah. Ka bo për hitë Allahut, e më gëzu, e kom po qef me ato që shmyti sa ma shpejt. Më dha dhe shka së mdha kësë është më rëndësi. Interesant kanë qenë dashur vëllezër, kanë qenë sahabët. Sahabët si kanë harrut mirat e njerëzve. Edhe nëse kanë qenë të vogla. Çka po thot Kabe? Kur hina në xhami, ishin konë rreth njerëzve, afër rreth profetit. Talha ibn Ubaydillah u çon kom, u shtrëngoi kopë për çafën, kopë ngryp dhe ma oroj. Tha si harroj kur tha Talhes këto. E ka një mirë, ka ortë mirë.
U që ka mërëk, ka po përhaj, ka unë si haraj këto. Nështë një gjesti, jo ku me ditë soj ma, por si e ka haru. Dhe e shpecilësive të mirë, të njeriut, që të mirë që të bën dikush, mos mi haru. Mos me haru. Tu ka gjinë, nëron, ta ka nëru babën, ta ka nëru gjyshin, ta ka nëru ty. Mos me haru nëse sëtë ndoshta ka orë në nivel tjetër. Sepse fatkeqësisht njerëz jo që i harrojnë në disa raste, por edhe ma keq. Edhe ma keq është me kthy të mirën se ka bërë dikush me të keq. Allahu na ruaj. Ai që të ka bërë mirë, më ia kthy me të keq. Jo do shëllëzon. Fetarisht është që mos me harro të mirën. Të ka mësu në shkrymë, të ka mësu e lifin. E ke pos o shumë, unë vjen mirë kër i ndëgjej ka njerë disa besimtarë, subhanallah, se ta këthët ja përmend disa të mira që ja ka bo babës kështu. Ky mi ka nejtë babës gatin haqë, ky ka bo hizmet babës kër u konë haqë, ky për shembull, si harën, e nërën. Kurse keq është që me i haru të mirat që t'i bën dikush, por edhe ma keq është që me i kthy ato me të keq Allahu na ruaj Rabbul Alamin. Atje ka thonë Arab tash vëzër një fjalë ruaju sherrit atij që i ke bë mirë. Subhanallah. Ruaju sherrit ose të keqes të atij që i ke bë mirë. Pra prej gjithë dhe ndoshta e pret me ta kthy me të keq, po prej atij që i ke bë mirë nuk e pret. Andaj ka thonë ruju, pra prit edhe prej atij. Se mundesh me pësu goditje ose infrakt. Se njerëz janë gjendje edhe ashtu me bo. Edhe ato që i ka bo mirë, kur s'ka mo nevojë për të, ja këtër me të keq Allahu na ruaj Rabbul Alamin. Zoti ju na roftë, ju shpërblet. Assalamu